Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, sot për të nisur ditën për të komentuar për gjysmëfinalen. Erdhi shumë shpejt gjysmëfinalja, domethënë ky Big Brother ka ikur sikur me dorë. Janë 6 banorë në televotim, 2 finalistë të përzgjedhur, në këtë rast është Laerti dhe Rozana, dhe 6 të tjerë të cilët presin që të përzgjidhen sonte. Janë të gjithë në emocion, janë të gjithë në ankth, si do të marrë kthesa e fatit të tyre në këtë lojë. Çfarë do të ndodhën sonte? Ne kemi arritur të zbulojmë detajet e natës së sonte dhe këto detaje dëshiroja t'i ndaj me ju. Sonte mbrëma, sytë dhe zemrat e publikut do të jenë të drejtuara nga një nga netët më vendimtare të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 4. Një rrugtim i gjatë, i mbushur me emocione, përplasje, dashuri, lot, sfida e momente të paharrueshme, po shkon drejt përfundimit. Edhe vetëm 6 banor kanë mbetur në garën për çmimin e madh. Spektakli i sonte, që shënon gjysmëfinalen e madhe, premton të jetë një ndër netët më dramatike dhe më të paharrueshme të këtij sezoni. Spektakli do të hapet me një hyrje maramëndse, një material emocionues dhe dinamik që do të risjell para publikut rrugtimin e jashtëzakonshëm të secilit prej 6 banorëve të mbetur në këtë shtëpi. Ky prezantim nuk do të jetë thjesht një rikujtim i momenteve më të rëndësishme, por një udhëtim emocional në kujtesën e të gjithëve, duke reflektuar mbi atë që ka ndodhur në më shumë se 100 ditë bashkëjetesë brenda 4 mureve. Menjëherë pas kësaj, Ledion Liço me stilin e tij të veçantë do të përshëndes publikun dhe do të paralajmërojë gjysmëfinalen vendimtare të këtij edicioni të sonte. Çdo fjalë e tij do të mbajë peshën e emocioneve dhe tensionit që ndjehet si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj, sepse sonte do të përcaktohen 2 finalistët e fundit që do të bashkohen me të përzgjedhurit e mëparshëm për në natën e madhe të finales të shtunën e ardhshme. Do me thënë jemi shumë pak më pranë fundit, nëse më parë na ndanin 1 muaj, 2 muaj, tash na ndajnë vetëm 7 ditë, 8 ditë të plota, le të themi. Sonte pritet që të jetë një spektakël fenomenal. Ledioni një herë pritet që të hap këtë spektakël diet me fjalët më të bukura, duke uruar një pikë së pari veten e tij për 3 muaj energji, për 3 muaj pozitivitet dhe për 3 muaj sukses kaq të madh, pa marrë parasysh se si kanë shkuar gjërat, ka patur një sukses të jashtëzakonshëm ku unë dua të përgëzoj dhe dua të uroj këtë reality show, këtë produksion që gjithmonë ditë mbërkthej ekranin dhe publikun pranë ekranit, dhe mbi të gjitha do të transmetohet një video emocionuese me rrugtimin e të 6 banorëve të cilët janë në nominim, përfshirë edhe Gjestin dhe Gertën, të cilët janë pretendentët më të mëdhej për të shkuar në finale. Tema e parë e cila do të hapet në këtë gjysmëfinale do të jetë Laerti dhe Rozana, finalistët e parë për jetimi dhe pritshmëritë. Pasditja të premtes i gjeti ata mes lotësh dhe përqafimesh, pasi publiku zgjodhi që Laerti dhe Rozana të ishin 2 finalistë të parë të këtij sezoni. Shtëpia u trodhnit nga kjo zgjedhje, ndërsa Laerti me natyrën e tij të qetë dhe Rozana me shpirtin e saj artistik dhe energjik e pritën këtë moment me emocion dhe me krenari të thjeshtë. Sonte do të rikthehemi tek ndjenjat e tyre, tek fjalët e para pas përzgjedhjes, tek reflektimi për rrugtimin dhe tek ëndrat për fitoren, si ndjehen ata sot, vetëm një hap larg suksesit të madh. Do thënë sonte do të jetë kjo tema e pranishme për faktin sepse Laerti nuk pati fatin që të jep komentin e tij, që të jep të paktën të thot një faleminderit shqiptarëve për votat të cilat ja dhanë Laertit, por prajmi i së martës u mbyll menjëherë dhe kjo sonte do ta çoj, do ta rikthej edhe një herë mundësinë për t'u falenderuar Laerti dhe Rozana, por gjithsesi, do me thënë këto 2 banorë nuk është se kanë pritur me ndonjë entuziazëm të madh. Rozana dëshironte të ketë ballafaqim me Gjestin në Big Brother dhe jo me Gertën, por mbi të gjitha
tashmë produksioni apo publiku vendosën që 2 finalistët e parë të jenë Rozana dhe Laerti për të pasuar tek 2 finalistët e tjerë. Tema e dytë do të jetë Loredana dhe Jozi, një marrëdhënie mes zbaticash edhe zbaticash, e ndërtuar mes përqafimeve dhe përplasjeve. Marrëdhënia mes Loredanës dhe Jozit ka qenë një nga më të ndjekurat nga publiku, fillimisht një miqësi e fortë, më pas një afërsi që shpesh u keq kuptua dhe në vazhdim një marrëdhënie e mbushur me debate, afrimitete, distancime, rikthime, puthje, premtime. Në këtë spektakël do të shohim një analizë të thellë të kësaj lidhjeje, a janë vërtet bashkë apo vetëm aleat për hir të lojës, a i qëndrojnë pranë njëri tjetrit në këtë moment kritik. Pa marrë parasysh si do t'jetë gjëja, sonte Jozi dhe Loredana do të kenë daljen e tyre nga shtëpia e Big Brotherit dhe do të shohim se si do shkon marrëdhënia dhe lidhja e tyre jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Brenda në shtëpinë e Big Brotherit kemi parë një çift që përjetoi një dasëm, që përjetoi një moment shumë të bukur, por do të shohim se si do të shkojnë gjërat jashtë saj. A do të kemi një lidhje të vazhdueshme mes Jozit dhe Loredanës, a do e përdorin ndjesinë e tyre sepse kanë preferencë publiku, do me thënë gjithë shka do të pritet në ditët në vazhdim, por sonte do të komentohet si ngjarje, do të komentohet si tematik brenda shtëpisë së Big Brotherit, marrëdhënia mes Jozit edhe Loredanës, një marrëdhënie me ulje dhe me ngritje, gjë e cila ndodhen edhe në ditët e sotme, ku Arbëri dhe Neda me patjetër si opinionistë të këtij reality show t'japin qëndrimet e tyre. Tema e tretë, Gjesti dhe Egli, dashuria e fshehur apo lojë në hije. Në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë ka pasur shumë histori afeksioni, por ajo mes Gjestit dhe Eglit ka mbetur ndër më misteriozet. Pavarësisht se kanë shprehur ndjenja për njëri tjetrin, ata asnjëherë nuk janë puthur apo përqafuar në sy të kamerave. Çfarë i ndalon, frika apo strategjia apo një ndjenjë e thellë që kërkon intimitetet më të vogla. Sonte do të zbulojmë të vërtetën pas kësaj lidhje enigmatike, një rrëfim që pritet të jetë i sinqert dhe i ndjerë. Sonte Gjesti ka momentin e fundit për të rrëfyer ndjenjen e tij, dashurinë e tij, emocionet e tij ndaj Eglit, edhe pse kjo marrëdhënie shkon herë me puthje, herë me zënka. Gjesti ka pranuar që e ka puthur Eglin edhe në sauna pas prajmit të së martës, kur sauna ka qenë krejt avull, do të thënë thjesht puthjen e tyre e bëjnë të fshehur dhe nuk e kuptojmë dot arsyen, ndoshta sonte do të kuptojmë arsyen përgjithmonë. Dhe tema e katërt është Gerta, Rozana dhe Danja, përplasje, tensione dhe surprizat. Ndërsa java ka qenë e mbushur me humor dhe me argëtim, në fund të saj nuk munguan tensionet. Një përplasje e fortë shpërtheu mes Gertës, Rozanës edhe Danjës, me akuza, tone të larta dhe prishje marrëdhëniesh. Çfarë i çoi në këtë pikë, kush e nisi dhe si përfundoi? Përtej kësaj sonte do të ndjekim një nga momentet më të ndjera të këtij sezoni, rrëfimin e linjës të jetës së Gertës, një histori e dhimbshme, e fortë por frymëzuese që do të kulmojë me një surprizë shumë të bukur për të. Një dhuratë që pritet të shkrijë zemrat e të gjithëve, do të thënë kemi një diskutim të një debati që ka ndodhur në shtëpi mes Danjës, Gertës dhe Rozanës, edhe pse këtë javë banorët kanë qenë shumë chill, nuk është se kanë bërë shumë debate, nuk është se kanë bërë shumë diskutime, do të thënë e kanë shijuar krejtësisht javën e fundit për këto 6 banorë në shtëpinë e Big Brotherit, sepse Rozana dhe Laerti kanë plus edhe një javë më shumë, dhe janë kënaqur pafund në këtë qëndrim në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe më pas është momenti i shumë pritur i kësaj nate, mbyllja e televotimit dhe shpallja e 2 finalistëve të fundit. Pas gjithë këtyre emocioneve do të vim tek një moment kritik i natës, mbyllja e televotimit. Vetëm 2 banorë të tjerë do të kenë mundësinë të bëhen pjesë e finales së madhe dhe gjithçka do të varet nga votat e publikut. Suspans, lot gëzimi, zhgënjim dhe përqafimet sinqerta janë vetëm disa nga ndjesitë që do të përjetohen në këtë pikë kulmore të spektaklit. Dhe si çdo natë e madhe dhe sonte nuk do të mungojnë surpriza, të ftuarit special dhe momente që do të mbahen mend gjatë nga publiku shqiptar. Gjysmëfinalja nisonte live në Top Channel, një spektakël që nuk duhet humbur. Sonte me patjetër që banorët të cilët nuk do të jenë në finale janë banorë të fituar, sepse të arrish në gjysmëfinale në këtë Big Brother me kaq tensione, me kaq dinamika, me kaq të papritura që ka patur, ka qenë vërtet një sukses i papar.